Vllaznia do të luajë mbrëmjen e Saintës në orën 20:00, takimin e radhës për në transfer të në Rogozhinës ndaj Ignatias. Në prag të kësaj ndeshjeje, trajneri i vllaznisë Thomas Brdarić foli për mediat, ku tha se ekipi kuqeblu mezi po e pret këtë duel, pasi është një sfidë e fortë dhe rëndësishme. Me Ignatian është një sfidë e madhe, një sfidë e fortë. Ata janë ekipi kampion dhe janë një ndër ekipet më të mira në kampionatin shqiptar. Ata kanë edhe një trajner me eksperiencë si Tetova që ka bërë mirë në punën e tij. Mezi po presim të përballemi kundër tyre në mënyrën tonë më të mirë. E dim që është një sfidë shumë e rëndësishme dhe duhet të jemi të fokusuar 100% në mënyrë që të jemi gati për çdo gjë. Normalisht që duhet të mendojmë edhe për Final Four, por ka ende edhe shumë ndeshje dhe futbollistët duhet të kapin ritmin e tyre më të mirë këto ndeshje që kanë mbetur. Brdarić tha se vllaznia do të shkojë në Rogozhinë për 3 pikët, por shtoi se çdo gjë është e mundur në këtë ndeshje. Objektivi ynë është të marrim 3 pikët dhe do të bëjmë më të mirën për t'i arritur ato, por siç e dini, futbollistët duhet të vrapojnë dhe të jenë të vëmendshëm për gjatë gjithë 90 minutave për të arritur 3 pikëshin. Për këtë gjë shkojmë në Rogozhinë. Jemi optimist sepse kemi pasur një sezon në përgjithësi pozitiv me Ignatian. Kemi bërë shumë mbledhje dhe analiza për këtë ndeshje. Ekipi është i përqendruar dhe ne të gjithë duke filluar nga unë kemi uri për fitore ndaj Ignatias. A do isha i kënaqur me barazimin? Ne shkojmë gjithmonë për maksimumin. Do ta përballojmë Ignatian në një mënyrë sa më profesionale dhe çdo gjë mund të jetë e mundur. Ignatia Vllaznia do të jetë kryendeshja javës së 31 të Abisnet Superiore, e cila do të luhet mbrëmjen e Saintes në orën 20:00.